Sigurisht ju ka rastisë edhe juve me taku njerëz të cilët nuk guxojnë me konsumu turshi. Ata thonë që në momentin kur marrin turshi ju shfaqet një alergji në lëkurë, ndjen dhimbje të fuqishme të lukthit e besa edhe ndjen një lloj turbullimi ose dhimbje të kokës. Këto simptoma nuk vijnë as si rezultat i gripës e besa as i uthullës. E gjithë kjo ndodh për shkak të përdorimit të vinobranit, konservansit edhe rranit të ufllës gjatë përgatitjes së turshive. Vinobranin e konservansit shpesh herë populli quan ilaçe për mbrojtjen e turshive që të mos prishen. Ato në fakt nuk janë të dëmshme vetëm për njerëzit të cilët janë më të ndihshëm edhe ju shfaqin simptomat, por ato janë të dëmshme për të gjithë njerëzit që i konsumojnë. Prandaj nëse je prej atyre që ka kohë që nuk e ngrën turshi prej frikës që ki mu ballafaqu me këto simptoma, provoni herë turshi që janë të përgatitura vetëm me uthull, ujë edhe krip, e nuk kanë përbërës shtesë. Ndërkohë nëse nuk i keni përgatitur ende turshit, kurse në veten edhe shëndetin tuaj e mos i hedhni këto ilaçe. Nëse keni frikë që ju prishën, atëherë vendosni në kavanozat e qelçit edhe zini në 70 gradë në makinat e enëve. Vetëm kujdes nëse i keni konservu në enë të plastikës e që nuk ish dasht, mundeni që kur t'i nxjerrni mu t'kurr edhe me met pa turshi.